4 fadromat e Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar që në orët e para të mëngjesit të së dielës janë angazhuar për shembjen e plotë të kompleksit Jon në Vlorë. Për shkak të armaturës së fortë, godina nuk u rrëzua plotësisht nga tritoli. Aktualisht puna është përqendruar në 4 katët e sipërme të pallatit në zonën e ujit të ftohtë. Me një sipërfaqe 1663 metra katror në tentativën për të shkatëruar kompleksin Jon, punuan më shumë se një javë 3 brigada të Gjenjos, 300 kg tritol C4 ndër eksplozivet më të fuqishëm, u shpërnda në 1500 hapësira që u hapën në kolonat e betonit të 3 kateve të para, të cilat fillimisht ishin dëmtuar për të ulur rezistencën. Për siguri të shtunën, shpërthimi u telekomandua nga 40 metra largësi, por nuk u arrit shembja e plotë e kompleksit Jon.